Javë e suksesshme e Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane. Në udhëheqjen e veprimtarëve legjendarë të çështjes kombëtare në Washington, Joe Dioguardi, Shirley Close Dioguardi, Liga Qytetare Shqiptaro-Amerikane mori pjesë në ngjarjen vjetore të FMC, Former Members of Congress, ishin antarë të Kongresit në Washington, ku ishin antarë takohen me antarët aktual, ndajnë përvojët dhe u japin këshilla senatorëve e kongresmenëve të rinj. Me këtë rast nderuan senatorët Cory Booker, demokrat, Todd Young, republikanësi dhe kongresmenët Young Kim, republikan dhe Ed Casey, demokrat. Ishte kënaqësi të dëgjojmë për qeverisjen dhe bashkëpunimin ndërpartijak me liderët në dy partitë politike. Rëndësitë posaçme kishin takimet e veçanta me senatorë dhe kongresmenë amerikanë gjatë mbrëmjes dhe ditëve të tjera në zyrat e tyre në Washington, si senatori Cory Booker, Todd Young dhe kongresmenët Mike Lower dhe George Latimer. Çështja e zhvillimit dhe forcimit të shtetit Kosovës, bashkëpunimi më i thellë me Kongresin dhe shtetin amerikan dhe konfrontimi i agresionit serb ishin ndër temat kryesore të takimeve. Puna e Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane në Washington vazhdon, nderohen pjesëmarrje dhe mbështetja e bashkëdhetarëve edhe nga Kanadaja dhe Gjermania.